nga ky takim u bëhet qartë që askush nuk mundet me kriju shumicën e re parlamentare bazuar në legislaturën aktuale. Do të thotë së paku 52 deputet të përfaqësuar nga 4 kryetarë të partive shqiptare dhe disa nga partitë minoritare, edhe në takime kanë bërë qartë që nuk janë pjesë e asnjë shumice, gjë që matematikisht e bën të pamundur arritjen e shumicës së re parlamentare, dhe besoj se kjo do duhet të ishte e mjaftueshme që sot edhe presidenti i vendit të vinte në një konkludim të tillë dhe pastaj të vepronte në drejtim të shpalljes së zgjedhjeve, të cilat tashmë deshëm apo s'deshëm janë të imponuara. Dhe në fakt, për një situatë të tillë ka muaj që si Parti Demokratike të Kosovës kemi diskutuar dhe kemi paralajmëruar, por në këtë moment rruga përpara është vetëm shpallja e zgjedhjeve. Normalisht në këtë takim ne bëm qartë edhe qëndrimin tonë që përkundër përpjekjeve të mëhershme për të bërë një qeveri bashkë me partitë që ishin në opozitë në kaluarën, nuk kemi arritur një gjë të tillë dhe rrjedhimisht imponohet shkuarja drejt zgjedhjeve të parakohshme, por po ashtu kemi kërkuar që kjo të ndodhë sa më shpejt, duke pas parasysh që Kosova ka nevojë për një stabilitet, ka nevojë për institucione legjitime, për kuvend funksional dhe për një qeveri të re. Megjithatë, shpresoj shumë që më së largu deri me datën 5, edhe në kuptimin formal, zyrtar, kushtetues legal nga ana e presidentes, të merret vendimi i cili e përcakton edhe shpalljen e datës së zgjedhjeve, dhe saj përket Partisë Demokratike të Kosovës ne konsiderojmë që e diela e parë që është brenda afatit kushtetues duhet të jetë edhe data e zgjedhjeve të ardhshme. Shikoni, zoti Kurti na ka humbur një 8 muaj të fundit me manipulim, me mashtrim, me taktizim, dhe tash po I kërkon edhe disa ditë. Ai në mënyrë kundërligjshme sipas Gjykatës Supreme është duke vazhduar që të jetë në zyrën e kryeministit të Kosovës dhe duke marrë vendime të cilat nuk janë pajtim me ligjin, duke përfshirë edhe miratimin e buxhetit apo projekt buxhetit të sotëm, dhe konsideroj se vetëm zgjatja e kësaj situate është arsyeja themelore, sepse është e qartë që as në ëndrat e tij më të mira ai nuk mundet me bëj shumicën, gjë që për herë të parë ja u kam thonë pikërisht në Kuvendin e Kosovës më 17 prill.